18 shkurt, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Nesër është bordi i paqes. Personalisht si Fokus kemi marrë një ftesë në një veprimtari elektorale të Trump, i cili në orën 3:30 duhet të jetë në Georgia, në shtetin e Georgias. Avioni është 2 orë e gjysmë, pra ndalesa e tij tek bordi i paqes do të jetë flesh, shumë pak. Rama mashtron, nuk ka ftesë nominale. Është ftuar Shqipëria, madje Shqipëria dhe Kosova janë tek bordi i paqes. Ka pasur 60 vende që janë ftuar, por 23 deri në 27 do të marrin pjesë. Teknikisht Shqipëria nuk është antare e bordit të paqes sepse nuk ka firmosur. Netanyahu nuk firmosi me Trump. Firmosi me Rubian, kjo do të ishte një fitore e madhe e Ramës që takonte Rubian. Por le të presim, çdo të ndodh nesër, larg qoftë doni i cili zgjohet vonë mëngjes, mund mos shkoj fare. Takimi do të jetë tek një sallë e madhe, Instituti i Paqes. Instituti i Paqes është ngritur nga Reagan, ka pasur një buxhet $50 milion në vit. Trump i ka shkarkuar të gjithë, Rubio i ka vendosur emrin Instituti i Paqes Donald Trump. Edhe Vatikani nuk ka pranuar ftesën. Lukashenko, i cili është në një nivel me Ramën, ka thënë se kam një miting diku me disa fshatarë, nuk do të vi. Presidenti i Indonezisë është vërë përballë trysnisë të madhe që të mos shkon tek bordi i paqes, por thotë ne duhet të jemi atje për të mbrojtur Palestinën, dhe në një moment caktuar do të triqemi. Nga Europa përndimore nuk është asnjë vend. Bullgaria, Hungaria, Shqipëria dhe Kosova kanë pranuar. Shqipëria nuk ka firmosur. Rumania do të dërgoj presidentin tek ekipi i VAR, vëzhguesve, ku do të jetë Italia, Kipro dhe Greqia. Bordi ka problemet mëdha se si drejtohet, mungon strukturat demokratike dhe mbi të gjitha kërkon të jetë një paralele me OKB-n. Kjo nuk ngjet. Trump kërkon që mbas largimit si president të jetë kryetari i bordit dhe të mos ketë asnjë kontroll financiar për milionat dhe miliardat që do të hidhen tek bord, pa do të kontrollohen nga ai. Korrupsioni politik në Amerikë është skajor. Përpara Trump, çdo figurë politike merrte miliona ose miliarda dollar donacione për zgjedhje dhe jepte favore. Me Trump po ndodh që po përfiton familjarisht. Sipas New York Timesit, gazetë e majt, kanë përfituar direkt $1 miliard, por disa media që nderin 4 miliard. Ky vend i madh ka mekanizma hetimi, në qoftë se humbet Kongresin, familja e tij do të përgjigjet në qoftë se akuzat janë të vërteta. Në lidhje me atë, në fund të emisionit do të merrem shumë me këtë. Në lidhje me fjalimin që mbajti Rubio, Trump nuk ka qenë i gëzuar. Por në qoftë se sjelljet e Trump duket sikur janë kundër NATO-s, ambasadori Bolton, i cili më ka dërguar një shkrim të tij, më dërgoi personalisht, thotë se po aq fajtor janë edhe Merz dhe Macron. Nuk është aq e thjeshtë. Për Boltonin citon Charles de Gaulle, që dikur ka thënë Europa duhet të organizohet në mënyrë që të mos varet nga askush. Donald Trump dhe neo-izolacionistët amerikanë ndoshta pajtohen. Boltoni mendon se sekretari Rubio u përpoq të qetësonte 5 vjet pa kënaqësi të Trump me NATO. Konferenca e sigurisë në Munich fundjavën e kaluar, por shqetësimi i shtëpisë bardh me NATO dhe aleancat e tjera të SBA-s vazhdon. Po kështu dhe reagimet kokforta dhe të gabuara të shumë udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Qëndrimet e tyre në dekadat e fundit, por kur më shumë se tani, kanë kryer dhe një problem të madh, sikur kanë goditur me një shpatë në zemër të NATO-s, dhe Boltoni ka paralajmëruar prekohësisht. Aftësia e kësaj shpate për të bërë dëm mbështetet në 2 gabime thelbësore. Së pari, shumë evropian gabimisht e ngatrojnë Trumpin si njeri me Amerikën si vend, duke besuar se pikpamjet e tij të çuditshme do të dominojnë
në të ardhmen e pacaktuar. Së dyti, cili do qoftë ndikimi i Trump tek presidentët e mëvonshëm, kjo nuk do të bëjë një pengesë themelore për të punuar së bashku për t'ju kundërvënë kërcënimeve të botës reale me të cilat përballet e gjitha aleanca. Është e qartë se Trump ka vështirësi të shikojë anën e reciprocitetit në përfitimin e aleancës. Lidhur me NATO-n, ai beson se Amerika mbron Europën. Europa thot nuk paguan dhe SBA nuk merr mbrapsht asgjë si këmbim. Nëse ky perceptim do të ishte i saktë, sipas Boltonit, asnjë amerikan nuk do ta kishte mbështetur NATO-n. Mënyra se si arrihet reciprociteti është kritik. Të kesh të gjithë aleatët që shpenzojnë shuma të krahasueshme të GDP-s tyre për mbrojtje, është një tregues i asaj që quhet reciprocitet. Një ide që nuk është e re, dhe nuk e solli Trump. Nëse amerikanët janë unanim për ndonjë gjë, është se shumë aleat NATO-s nuk e mbajnë pjesën e tyre të drejtë barrës. Megjithatë, edhe rritja e shpenzimeve e lë Trumpin të pakënaqur, sepse ai nuk mund ta kuptojë mendimin e Churchillit se ka vetëm një më të keqe se të luftosh me aleatët, dhe kjo është të luftosh pa ata. Megjithatë, pikpamja e Trump, e cila nuk u depotua dhe as nuk u vendos nga zgjedhjet e vitit në 2024, nuk është e përhapur jashtë orbitës së tij. Ka arsye të forta për të besuar se Rubio do të kërkojë nominimin republikan të vitit 2028, ku ai dhe disa të tjerë me opinionet të ngjashme për sigurinë kombëtare do të konkurrojnë fuqishëm kundër përfaqësuesit kryesor të izolacionizmit të ri, J.D. Vance. Në nëntor demokratët mund të fitojnë, dhe kjo favorizon NATO-n, megjithëse dobët si në pothuajse në të gjitha çështjet e politikës jashtme. Boltoni mendon se fatkeqësisht shumë politikanë europian reagojnë ndaj sulmeve të përsëritura ndaj Trump, duke luetur në favor të atyre amerikanëve që janë mjaft të gatshëm që ta lënë vendin vetëm pa udhëheqës. Udhëheqësit e BE-s thonë me madhështi se Europa ka nevojë për pavarësi, në thonjze nga Amerika, ose Trump e ka ndryshuar aleancën përgjithmonë. Ashtu si kancelari Merz në Mini, ata vajtojnë zhdukjen e asaj që e quajnë rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, vallë sikur të ketë pasur ndonjëherë diçka të tillë. Në mënyrë ironike, këta zyrtarë të BE-s po veprojnë njësoj si Trump, duke reaguar në moment vetëm ndaj asaj që është pikërisht përpara tyre. Duke kanalizuar De Gaulin ose ndoshta Napoleonin e tij të brendshëm, Macroni tha në Mini që Europa duhet të bëhet një fuqi gjeopolitike. Ne duhet të përshpejtojmë dhe të ofrojmë të gjithë përbërësit e një fuqie gjeopolitike, mbrojtjen, teknologjinë dhe heqjen e rreziqeve nga të gjithë fuqitë e mëdha. Dhe Bolton i thot, pa çfat Macron. Midis De Gaulle dhe Macron, Bashkimi Evropian u shndrua nga politikat sovrane të sigurisë kombëtare në atë që quhet bashkëpunim politik evropian, në politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, në bashkëpunimin e përhershëm të strukturave. Çdo ndryshim e ka sjellë Bashkimin Evropian në një akt të dyshimit të funksioneve kryesore të NATO-s. Ndjekja e qasjes Macron do ta sjellë atë shpatën thikën më afër se kur ndaj shkatrimit të pakkthyeshëm të NATO-s. Ajo që është vërtet themelore për NATO-n mbetet pavarësia nga udhëheqësit e saj. Kërcënimet e paraqitura nga Kina, Rusia
dhe boshti i tyre në zhvillim dhe jashtë saj janë themelore. Rreziqet e përhapjes bërthamore nga vende si Irani, Korea e Veriut janë thelbësore, siç është dhe rreziku i përhapjes së armëve bërthamore, kimike, biologjike në një kuptim më të gjerë. Radikalizmi islamist është themelor. Nëse NATO dobësohet nga vetë europianët për shkak të Trump, kjo do të ishte ironia më e pasur e mundshme, veçanërisht për Kremlinin, i cili u përpoq dhe dështoi ta përçante NATO-n gjatë luftës ftohtë. Reakcioni zinxhir, thot Bolton, Trump bëhe, më në fund do të bënte punën e Moskës. Vetëm si një shembull, merrni konsultimet Merz-Macron mbi armët bërthamore. Ideja se në një farë mënyre stoku relativisht i vogël i koka bërthamore të Francës, i cili nuk është testuar kur as si një pengesë për Francën, dhe mund të shërbej si një pengesë për Europën në tërësi, kjo është e çuditshme, thot Bolton. Dhe çfarë saktësisht mund të arrijnë ata në 35 muajt e ardhshëm, edhe duke shtuar arsenalin e Mbretërisë Bashkuar, të cilin Starmer dhe partia e punës të tij duket se janë të prirur ta bëjnë, numrat mbeten jashtëzakonisht të pamjaftueshëm. Pavarësisht se europianëve u mungon besimi në forcën e zgjeruar bërthamore të Amerikës, përpjekja për të krijuar një alternativë vetëm sa i dobëson ata dhe të dy anët e Atlantikut. Bolton i mendon, është domethënë se ne nuk jetojmë më në një botë bërthamore bipolare. Ndërsa aftësitë e Kinës zgjerohen me shumë shpejtësi, ne përballemi me një skenar bërthamor trepolar, ku llogaritjet e epokës bipolare të kërkesave të parandalimit nuk përputhen me realitetin në zhvillim. Në atë botë, fuqia relative bërthamore e Francës nuk po rritet, po të kurret. Dhe ka të drejtë De Gaulle kur thoshte që Europa duhet të organizohet në mënyrë që të mos varet nga askush. Dhe si vazhdim i kësaj, pra i një dobësimi që mund të ndodhë NATO-s për dhe Bashkimit Evropian, Trump ka kërkuar që të dalë si mbret, si doni madh, duke marrë një aprovim nga OKB-ja për bordin e gazës, ajo ndron që edhe mbas largimit shtëpisë bardhë të jetë mbreti i një OKB-je 3, por elita e Europës i ka dhënë një shuplak duke mos formosur asnjë. Ata që janë te bordi i paqes nuk janë seria A e vendeve anëtare. Ja thash, Hungari, Bullgari, Shqipëri, Kosovë. Shqipëria nuk ka firmosur. Dhe Trump thot që do të vinë 5 miliard dollar kanë premtuar. Çfarë ka premtuar Rama, ky është problemi. Do të marrë me mira palestinez, do të vinë gjithë luftëtarët e Hamasit në Shqipëri, siç erdhën iranianët marksist, dhe natyrisht përmes Tony Blair, atij që ishte thelbi dhe zemra e kafshimit të trojve të Kosovës, Rama do të bënte çdo gjë. Ftesë nominale nuk ka pasur. Mund të ketë qenë për Begaj, mund të ketë qenë dhe për Spiropalen. Por Rama nxitoi që në këtë krizë të madhe të jetë në Washington. I kujtoi se hetimet e McGonigal janë pikërisht nga FBI me zyrat në Washington. Në qoftë se 2 vjet më parë i bën një surprizë duke ndaluar 1 orë FBI-ja e zyrave të New Yorkut, mund të ndodhë kjo dhe në aeroportin Dallas, në Maryland, sepse në aeroport nuk ka jurisdiksion, është tokë pa jurisdiksion, pra FBI mund të ndaloj. Dhe ai do të vi si përfaqësues i Sinaloos, si përfaqësues i bandës Belas, ish pastruesis në Greqi, do të bëj një foto
me Trump dhe do të shesi një fitore të madhe propagandistike, mund të spekulojmë si të duam. Nesër, bordi ka planifikuar të mblidhet në orën 10. Trump zakonisht në zyrë del mbas orës 12, sepse dihet që rizgjuar deri në 2 ose 3 natës. Mbase Trump nuk shkon fare tek bordi, dërgon Rubion. Askush nuk e di. Në qoftë se vetëm presidenti i Indonezisë dhe presidenti i Argjentinës do të jetë atje, nuk është në nivelin e Donit të ulet në tryezë me njerëz pa personalitetet të mëdha, kur synon të krijojë një OKB të re. Dhe siç ja thash, do të jetë në Georgia sepse fushata është qëllimi kryesor i shefës kabinetit të tij, Wiles, e cila ka lidhje me Lasivitën. Ndërkohë thuhet që Trump nuk është i gëzuar nga fjalimi i Rubios në konferencën e Miniut. Dhe ajo që mua më krijoi përshtypje është se të majtët amerikanë kërkojnë ta sulmojnë Trumpin në Mini. Cortez, nivel shumë i ulët, guvernatori i Kalifornias, ish sekretarja Hillary Clinton, të gjithë janë kundër çmendurisë së Trump. Dhe Trump është i fokusuar tek MAGA, që kërkon ta mbajë. Nuk besoj se J.D. Vance do të jetë kandidat për president. Rubio fitoi pikë, por Trump nuk është i gëzuar me këtë. Nuk do këtë lloj fjalimi. Donald Trump Jr. ka ëndra të mëdha, por nuk mundet. Gara do të jetë e hapur. Ne si Shqipëri dhe si Ballkan na intereson që shtëpia e bardhë të mbesë republikane. Dhe do donim të ishte një republikan real, si George Bush i madh, McCain, por mund të jetë DeSantis. Amerikanët kanë më shumë republikanë, më shumë kandidatë se e Majta. E Majta nuk ka ende një kandidat. Newsom, guvernatori i Kalifornisë, e gjeti atë shtet me suficit dhe po e lë me një deficit shumë të madh. Është vendi më i shtrenjtë, me çmime më të mëdha. Dhe janë harxuar më shumë se 90 miliard dollar deri në 120 miliard për homeless, për njerëzit pastre. Janë vjedhur. Nuk kontrollohen dot. Ja thashën në fillim që Washingtoni ka një korrupsion politik, pra donacione me miliona dhe miliarda dhe favore. Raste tipike janë emërimet e ambasadorëve të zotit Trump. Personat që kanë bërë donation janë shpërblyer. Por rasti i ambasadorit në Francë apo i ambasadores në Greqi tregon një nepotizëm. Personi që është ambasador në Francë është Jati i Kushnerit, i dënuar 2 vjet e gjysmë për korrupsion, evazim fiskal. Prokuror ka qenë Chris Christie, ish guvernatori i New Jersey. Dhe janë metodat ulta të Kushnerit, duke dërguar një prostitut filmon të kunatën e tij sepse motra do të dëshmonte kundër tij. Dhe janë 90 poste ambasadorësh të pa pasur asnjë nominim. Trump e ka prishur rregullin e artë që 10 deri në 20% janë emërime politike, të tjerët janë të karrierës. Nuk po ka më të karrierës në emërimet. Ndaj dhe niveli, siç ishte rasti i ambasadorit Whitaker i NATO-s në Muni, nuk le përshtypje të mira. Megjithatë, Trump ishte një dhuratë, siç thon nga Zoti, për të mos ndenjur Kamala Harris në shtëpinë e bardhë. Mënyra si flet dihet. Ekonomia po ecën më mirë. GDP-ja po shkon 5.5. Por mesazhi nuk po jepet. Dhe gruaja e djalit i Eric thotë që atë ditë që Trump u largua nga shtëpia e bardhë në 2021 me avion në Mar-a-Lago, na mbrodi të gjithë për darkë. Dhe tha, kids, fëmijë, do ta bëj përsëri nga e para, do të kthehem në shtëpinë e bardhë. Rrethimi i tij është brillant. Në qoftë se humbet Kongresin do të ketë probleme, por nuk mundet të shkundet dot ai deep state për 10 muaj. Këtu do të japim drejt zotit Trump. Në lidhje me Shqipërinë, një ftesë pa emër për personin e akuzuar me lidhje me Sinaloa nuk është asgjë, sepse është SPAK
që po shkon drejt zyrës së tij dhe Surrelit. Dhe SPAK-u nuk e kontrollojnë kinezët, as Irani, as Sovjetikët, Rusia. SPAK ka 20 vet nga FBI. Dhe fëmijët e llastuar Trump nuk e ndalojnë dot atë që quhet deep state, që në këtë rast është shumë pozitiv. Departamenti i Drejtësisë ka mbi 120.000 vet që e duan Amerikën, kushtetutën, emrimet politike janë pak. SPAK do ta shpëtojë Shqipërinë. Unë besoj, dosjet janë masive për Ramën. Ai e di shumë mirë. Ndaj, nuk është habi që ta ndalojnë përsëri, thjesht në mënyrë vullnetare. Dhe ai do të shikojë realisht se ku qëndron me këtë vend të madh. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.